nëse prona juaj do të shpensojë sot, sa do të ishte vlera që ju do të merrit nga shteti? Kjo është Kushtetuta e Shqipërisë, e cila përcakton se drejta e pronës private mbrohet me ligj. Nga ana tjetër, prona publike dhe prona private, të dyja mbrohen njësoj nga ligji. Po çfarë ndodh me rastet e shpronësimeve për një interes publik? Ky është një proces që mbart shumë vështirësi. Si rrjedhim, ligji duhet të garantojë 3 kushte së bashku. Shpronësimi të ndodh vetëm me ligj, vetëm për një interes publik dhe kundrejt një shpërblimi të merituar. Pa njërin prej tyre, shpronësimi është shkelje e së drejtës së pronës. Por çfarë ndodh sot? Kuadri aktual ligjor është i vjetëruar dhe dëmshpërblimi realizohet në bazë të vlerës së referencës dhe jo në bazë të vlerës reale të tregut. Madje kësaj vlere i zbritet edhe amortizimi i ndërtesës. Në Shqipëri kemi patur raste konkrete shpronësimesh, të cilat nuk kanë marrë zgjidhje prej vitesh. Prandaj, Lëvizja Shqipëria Bëhet ka një platformë të qartë për këtë. Ndryshim të ligjit të shpronësimeve dhe ndryshim të akteve në ligjore përkatëse, duke dëmshpërblyer me vlerën reale të tregut, e cila bazohet në mesataren e çmimeve të asaj zone sipas shitjeve të 3 muajve të fundit të raportuara nga kadastri. Ky është një standard drejtësie, ky është një standard kushtetues, sepse ka një parim të panegociueshëm. Haku duhet të shkojë tek i Zoti.